informativ të lajmeve do ndalemi në hapësirën e intervistës, sikurse edhe keni pasur mundësi ta ndiqni me firmën e kryeministrit Edi Rama, kryetarit të grupit parlamentar Taulant Balla dhe kryetarit Komisionit Ligjeve Ulsi Manja. Partia Socialiste prezantoi nismën ligjore për ndërhyrje në kodin e procedurës penale për të përcaktuar funksionet kushtetuese për drejtuesit e të cilëve nuk mund të pezullohen nga ushtrimi i detyrës me vendim gjykate. Për të komentuar lidhur me këtë zhvillim, unë kam kënaqësinë të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë zotin Enkeled Alibeja. Zoti Alibeja, përshëndes, shumë faleminderit që na jeni bashkuar në këtë komunikim. Përshëndetje Katerina, faleminderit për mundësinë. Po e bëj pyetjen drejtë për drejtë, cili është mendimi juaj fillestar për këtë nismë? Po nuk duhet të kesh në një aftësi të lartë juridike për të kërkuar për të gjetur synimin e projekt ligjit. Thjesht ngritja e një muri imuniteti ndaj ministres në fjalë, antarëve të tjerë të kabinetit, po edhe ndaj vetes. Pra, ti thuash drejtësisë, SPAK-ut, që ndaj një ministri nënhetim, të mos e harrojmë këtë, ti nuk ke të drejtë ta pezullosh nga detyra, do të thotë ke vendosur një pengesë drejtësisë, ke ndërhyrë madje në veprimtarinë dhe në funksionin e sistemit të drejtësisë. Ndaj është kaq e thjeshtë, kaq e dukshme lëvizja e bërë nga Edi Rama sot. Me sa duket e ka bërë të qartë tashmë për gjithë publikun që kohët e bukura të mbështetjes së drejtësisë, se drejtësia kishte garanci Edi Ramën, Partinë Socialiste, se drejtësia është ajo që ka munguar prej 100 vitesh në shtetin shqiptar, tashmë ka ardhur pranë shqiptarëve për të ndërshkuar krimin dhe korrupsionin, kam përfunduar. Ndaj është futur në një kurs për plasje me drejtësinë, me SPAK-un, me gjykatat e meradhë. Kaq që thjesht është. Zoti Alibej, ka ndonjë mundësi për ta lezuar, po themi, ndryshe, sepse ajo që thot Partia Socialiste në gjykimin tuaj, jo për rastin e zëvendës kryeministres, po flasim edhe për rastet e tjera. Pra, se më lejo që ta perifrazoj edhe më konkretisht se cilët janë pozicionet, ndoshta për ata shikues që nuk e kanë ndjekur për gjatë ditës së sotme. Presidenti, kryeministri, zëvendës kryeministri, ministrat, avokati i popullit, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetari i KLSH. Pra, në thelb, mendoni që ka mundësi për interpretim të ligjit edhe në këtë formë? S'ka asnjë lloj interpretimi, Katerina, është shumë e thjeshtë. Unë të paktën nuk shoh dot asnjë lloj mundësie tjetër interpretimi, apo të dua ta shoh me dashamirësi këtë ndërhyrje, sepse nuk arrit kuptoj çfarë të mire publike kërkon të arrijë Edi Rama. Pra çfarë po garanton? Çfarë po garanton shqiptarëve tek e fundit, se kështu matet një ndërhyrje ligjore, matet se çfarë të mire ti po u jep shqiptarëve, publikut.